Ndonjëherë besojmë se heshtja apo distanca e tij do të thotë mungesë interesi. Pyesim veten, mos ndoshta nuk i bëj më përshtypje, dhe mendja jon fillon të mbush boshllëqet me dyshime, pasiguri dhe supozime që rrallëherë përputhen me të vërtetën. Sipas Carl Jung, ajo që perceptojmë në sipërfaqen e një marrëdhënieje rrallë tregon tërë të vërtetën. Gjestet, fjalët dhe heshtja janë shpesh vetëm shprehje të jashtme të proceseve të brendshme, shumë më të ndërlikuara, që zhvillohen në të pandërgjegjshmen e një personi. Jung na mëson se burri ashtu si edhe gruaja nuk vepron gjithmonë nga një vetdije e plotë e ndjenjave të tij. Sjellja e tij mund të jetë kontradiktore, ai mund të afrohet dhe të tërhiqet në të njëjtën kohë. Këto lëvizje në dukje të çuditshme nuk janë shenja të mungesës së interesit, por shprehje të një konflikti të brendshëm dhe një dëshire të thellë, por të pashprehur. Një burr mund të ndjejë dashuri të fortë, por mënyra se si e tregon shpesh ndikohet nga frikërat, përvojat e kaluara dhe ana e tij e errët, ato aspekte të vetvetes që nuk dëshiron t'i tregojë gjithmonë. Nëse e shohim këtë sjellje nga këndvështrimi i Jungut, kuptojmë se ajo që duket si shmangje është shpesh pasqyrimi i luftës së tij të brendshme. Ai nuk dëshiron të duket i ndjeshëm, i varur apo i dobët. Në të njëjtën kohë, përpiqet të pajtojë nevojën për pavarësi me dëshirën për afërsi emocionale. Në këtë konflikt të heshtur, gjestet e tij bëhen të paqarta. Një ditë është i kujdesshëm dhe i pranishëm, ditën tjetër i ftohtë e i largët. Për të tjerët, kjo mund të duket e pakuptueshme, por ata që kuptojnë psikologjinë e thellë të burrit, e dinë që çdo veprim ka një kuptim dhe çdo heshtje një mesazh të fshehtë. Edhe kur duket se ai nuk përpiqet me vetdije të afrohet, zemra dhe nënvetdia e tij punojnë fshehurazi për ta mbajtur lidhjen gjallë. Sipas Jungut, kjo është pjesë e dinamikës së dashurisë së pandërgjegjshme. Dëshira për lidhje është gjithmonë e pranishme, edhe kur ai nuk guxon ta tregojë hapur. Çdo gjest i vogël, çdo detaj që mban mend, çdo kujdes i butë për mirëqenien tënde është shenjë që ndjenja e tij është e vërtetë dhe e thellë. Para se ta interpretojmë distancën e tij si mungesë interesi, duhet të shikojmë më afër. Dashuria e vërtetë nuk shpallet gjithmonë me fjalë të mëdha apo gjeste spektakolare. Shpesh shfaqet qetë në veprime të vogla e të qëndrueshme, në mënyrën se si ai mendon për ty pa e thënë, apo në mënyrën si vëmendja e tij ndalet në detaje që të tjerët as nuk do t'i vërenin. Kur e kuptojmë këtë, mësojmë të mos e gjykojmë sjelljen e tij, por ta shohim me dëmshuri dhe të kuptojmë se ajo që duket si konfuzion është shpesh një ndjenjë dashurie që thellohet. Në këtë seri do të shqyrtojmë shenjat që tregojnë se një burr është i dashuruar, edhe kur tërhiqet. Do të mësojmë të interpretojmë gjestet, heshtjen dhe sjelljen e tij përmes psikologjisë jungiane dhe do të kuptojmë se pas çdo kontradikte fshihet një mesazh që na afron më shumë me të vërtetën e ndjenjave të tij. Sepse ai që vërtet do, mund të shpreh afërsi edhe në distancë, dhe çdo gjest i dy kuptimit mund të jetë në fakt një shprehje e heshtur dashurie dhe përkushtimi. Shenja e parë, sjellja e tij kontradiktore. Një nga shenjat më ngatëruese, por edhe më zbuluese, që tregon se një burr është i dashuruar sipas Carl Jung, është kontradikta e tij e brendshme. Ai mund të duket i ftohtë, i largët apo i painteresuar, ndërsa në të njëjtën kohë tregon interes në mënyra të holla, pothuajse të padukshme. Për dikë që nuk kupton dinamikën e brendshme të burrit, kjo mund të duket si refuzim, por në të vërtetë, Jungu na mëson se kjo sjellje shpesh pasqyron një konflikt të brendshëm, një luftë midis imazhit që burri ka për veten, atij që dëshiron t'i tregojë botës dhe nënvetdijes së tij, ku banojnë dëshirat e tij më të sinqerta e më të ndjeshme. Një burr që dashuron mund të ketë frikë të mos duket shumë i varur apo i pambrojtur, sepse që fëmijë mësojmë të lidhim ndjeshmërinë me dobësinë. Kjo tension i brendshëm e bën ndonjëherë të tërhiqet, të hesh apo të largohet sikur po përpiqet të mbrohet nga dhimbja apo refuzimi i mundshëm. Por distanca nuk do të thotë mungesë interesi. Shpesh mendimet e tij ende rrotullohen rreth teje, analizon çdo fjalë, çdo gjest, çdo moment të përbashkët dhe kërkon një mënyrë të sigurt për t'u afruar pa humbur ekuilibrin emocional.
Në praktik kjo shfaqet në modele kontradiktore sjelljeje. Ai mund të dërgojë mesazhe të shkurtra, të thjeshta, por rregullisht. Ai kërkon afërsinë tënde në mënyra të tërthorta, shfaqet në vende ku ndodhesh ti, ose tregon kujdes me gjeste të vogla, pothuajse të padukshme. Çdo veprim, sado i vogël apo i paqartë të duket, është shprehje e përpjekjes së tij të pandërgjegjshme për të ruajtur lidhjen. Jungu do ta quante këtë shfaqje të dëshirës së pandërgjegjshme për bashkim një nxitje e brendshme që vepron përtej logjikës dhe që ndonjëherë shprehet në forma që për të tjerët duken të pakuptueshme. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është se kjo sjellje kontradiktore mund të lindë edhe nga frika e refuzimit ose e dështimit emocional. Një burr i dashuruar ka frikë të humbas atë që ka rëndësi për të dhe kjo frikë e brendshme e bën të lëkundet midis afërsisë dhe largimit, midis dashurisë dhe distancës. Por pas çdo tërheqjeje ekziston mundësia e rikthimit. Pas çdo heshtjeje një mendim për ty. Dashuria e tij nuk zhduket në momentet e distancës, thjesht tërhiqet ndërsa ai përpunon ndjenjat dhe kërkon një mënyrë të sigurt për t'i shprehur. Kur e shohim këtë model përmes këndvështrimit të Jungut, mësojmë të kuptojmë më qartë veprimet e tij. Në vend që ta interpretojmë tërheqjen e tij si shenjë të mungesës së interesit, e njohim si moment kur dashuria e tij lufton me frikërat dhe kontradiktat e tij të brendshme. Çdo gjest i vogël, çdo mesazh i papritur, çdo takim i rastësishëm është kujtesë se zemra e tij është aty, edhe kur sjellja e tij sugjeron të kundërtën. Kur mësojmë t'i lexojmë sakt këto shenja, kuptojmë një model. Kontradikta nuk do të thotë refuzim, por thellësi emocionale. Një burr që sillet kështu nuk po luan me ndjenjat e tua, ai po lufton me të vetat, ndërsa dashuria e tij për ty rritet në heshtje dhe bëhet më e fortë. Jungu na fton të shikojmë përtej sipërfaqes, të kuptojmë se dashuria e vërtetë nuk shprehet gjithmonë me fjalë të qarta, por me këmbëngulje të qetë, me përpjekje të pandërgjegjshme dhe me gjeste që, pavarësisht kontradiktës së tyre, të gjitha tregojnë në të njëjtin drejtim, drejt teje, në një mënyrë që vetëm zemra mund ta kuptojë plotësisht. Shenja e dytë, vëmendja ndaj detajeve të vogla. Një nga mënyrat më të holla dhe më të fuqishme me të cilat një burr tregon se është i dashuruar qëndron në vëmendjen e tij ndaj gjërave të vogla. Sipas Carl Jung, në vetdia njerëzore ka prirjen të shprehet përmes veprimeve që në pamje të parë duken të parëndësishme, por që zbulojnë emocione të thella dhe të sinqerta. Fjalët mund të jenë bosh apo të paqarta, por në detaje shfaqet interesi i vërtetë dhe i qëndrueshëm, prova që zemra dhe mendja e tij janë me të vërtetë të pranishme, edhe kur nuk e thot hapur. Këto gjeste të vogla mund të marrin shumë forma. Ai kujton diçka që ke thënë javë më parë, interesohet për preferencat e tua, vëren ndryshime në humorin tënd apo të pyet si ka shkuar një moment i rëndësishëm për ty. Për shumë njerëz, gjëra të tilla mund të duken të parëndësishme, por për Jungun ato janë shprehje konkrete të dëshirës së pandërgjegjshme për lidhje. Çdo detaj që ai kujton nuk është rastësi. Është dëshmi që ti je e pranishme në botën e tij të brendshme edhe kur sjellja e jashtme duket e ftohtë apo e shpërqendruar. Nga këndvështrimi jungian, dashuria nuk shfaqet gjithmonë me fjalë të mëdha apo gjeste dramatike, por në mënyra të qeta e të qëndrueshme në forma që vetëm një person i vëmendshëm mund t'i njohë. Një mesazh i papritur ku ai përmend diçka që ke thënë prej kohësh, ose një veprim që tregon se ka menduar për ty pa e pritur, zbulon një nivel për kujdesje dhe afeksioni që flet më shumë se çdo deklaratë dashurie. Këto detaje të vogla janë gjurmë të një lidhjeje të thellë, një dashurie që shfaqet pa e thyer murin e pasigurisë dhe frikës së tij. Dhe shpesh kjo ndodh pa vetdije. Shpesh vetë burri nuk është i vetëdijshëm se po e tregon dashurinë në këtë mënyrë. Sipas Jungut, pjesa më e madhe e sjelljes sonë emocionale udhëhiqet nga nënvetdia dhe pikërisht këto veprime të vogla pasqyrojnë ndjenjat e tij më të thella e më të sinqerta. Është mënyra e tij për të qëndruar pranë teje pa u ekspozuar plotësisht, mënyra e tij për të treguar dashurinë në mënyrë të sigurt e të qëndrueshme, ndërsa lufton me frikërat dhe dyshimet e tij.
Ndikimi emocional I këtyre detajeve të vogla është I madh. Për gruan që merr një vëmendje të tillë, çdo gjest, çdo koment e çdo veprim do të thotë se ajo nuk është një interes I përkohshëm, por një prani e vërtet në botën e tij të brendshme, një vend që shkon përtej sipërfaqes. Jung theksoi se dashuria e vërtet shfaqet në qëndrueshmëri, në përkushtim të heshtur, në mënyrën si dikush të kujton, të mbron dhe të vlerëson pa kërkuar menjëherë mirënjohje. Pra, kur vëren se ai I kushton vëmendje asaj që thua, mban mend preferencat e tua, kupton shqetësimet e tua ose kujton momentet e rëndësishme, mos e merr këtë si rastësi apo si thjesht mirësjellje. Këto detaje janë shenja të qarta të dashurisë së tij. Çdo gjest I vogël tregon se zemra dhe mendja e tij po të kërkojnë, edhe kur fjalët ose sjellja e tij e përgjithshme duken kontradiktore. Kush e kupton këtë dinamik, mëson të shohë përtej asaj që duket dhe të njohë dashurinë e vërtet në veprimet më të qeta. Psikologjia jungiane shpjegon se dashuria e thellë rrallë shpallet me zë të lartë, por shfaqet në heshtje, përmes detajeve domethënëse. Shenja e tretë, reagime emocionale të papritura. Një tjetër shenjë e thellë që tregon se një burr është I dashuruar edhe pse mund të duket e paqartë ose kontradiktore janë reagimet e tij emocionale të papritura. Sipas Carl Jung, në vetdia njerëzore ndikon shumë në mënyrën se si I shprehim ndjenjat tona, dhe dashuria e vërtet mund të shkaktojë reagime që nuk janë gjithmonë logjike ose të parashikueshme. Këto reagime mund të përfshijnë nervozizëm, ngartësi, ndryshime të papritura, humori ose sjellje që në pamje të parë bien ndesh me atë që ai thotë apo bën në mënyrë të ndërgjegjshme. Për dikë që nuk e kupton psikologjinë e thellë të burrit, kjo mund të duket si mungesë interesi ose angazhimi, por në të vërtetë janë shprehje të një emocioni intensiv që ai ende nuk mund ta përpunojë plotësisht. Një burr I dashuruar përjeton një betejë të brendshme midis asaj që ndjen dhe asaj që beson se duhet të tregojë. Në njërin anë qëndron persona e tij, maska shoqërore me të cilën ai përpiqet të transmetojë kontroll dhe siguri. Në anën tjetër qëndron hija e tij, ku fshihen frikërat, pasiguritë dhe dëshirat e tij më të sinqerta. Përplasja e këtyre dy anëve shpesh çon në sjellje të paparashikueshme. Ai mund të tërhiqet në momente vendimtare, vetëm që më vonë të gjejë një arsye për të rikthyer kontaktin. Mund të shmang kontaktin fizik nga frika se mos tregohet shumë I ndjeshëm, por në të njëjtën kohë kërkon mënyra për të qëndruar pranë teje edhe në mënyrë të tërthorë. Çdo reagim në dukje kontradiktor është jehona e këtij konflikti të brendshëm dhe, kur e vëzhgon me kujdes, zbulon një interes emocional të thellë. Këto reagime emocionale mund të shfaqen gjithashtu si xhelozi e lehtë ose si kujdes I tepërt për mirëqenien tënde. Ato nuk janë gjithmonë racionale. Ndonjëherë janë shpërthime të shkurtra, spontane ndjenjash, momente në të cilat zemra dhe mendja reagojnë në mënyrë instinktive ndaj frikës për të mos të humbur ose për të ndarë vëmendjen tënde me dikë tjetër. Jung shpjegoi se dashuria e vërtet shfaqet në pavetdijen e veprimit, në mënyrën se si emocionet tona drejtojnë sjelljen tonë përtej logjikës. Pra, kur ai sillet papritur në mënyrë të pazakontë, kjo nuk është shenjë e paqëndrueshmërisë, por e një zemre që ndjen thellë dhe kërkon lidhje edhe nëse nuk mund ta shprehë gjithmonë qartë ose drejt për drejt. Një shembull praktik: pas një dite të ftohtë, mund të surprizoj me një mesazh të dashur ose një gjest të vogël që tregon se ka menduar për ty gjatë gjithë kohës. Ose mund të bëhet nervoz kur I afrohesh fizikisht, por pastaj përpiqet të zgjas bisedën ose të krijojë momente të reja së bashku. Kjo sjellje pasqyron tensionin midis frikës së refuzimit dhe dëshirës për afërsi, një konflikt I brendshëm tipik për dikë që përjeton një dashuri të vërtetë e të thellë. Kur I shikojmë këto reagime nga perspektiva e Jung, mësojmë të shohim se ajo që në fillim duket si konfuzion është në të vërtetë thellësi emocionale. Mësojmë të lexojmë mes rreshtave, të kuptojmë se pas çdo gjesti të papritur, pas çdo emocioni në dukje jo logjik, shihet një mesazh I fshehtë. Afeksioni I tij për ty është I vërtetë dhe domethënës. Çelësi qëndron në vëzhgimin e modeleve, jo të momenteve të veçuara.
Intensiteti emocional dhe ndjeshmëria shpesh shfaqen në mënyra të paparashikueshme, por gjithmonë me një qëllim, të arrijë ty, të afrohet me ty qoftë edhe në mënyrë të tërthorë. Prandaj, kur vëren që reagimet e tij nuk përputhen gjithmonë me atë që thot ose bën, mos e interpreto automatikisht si mungesë interesi. Sipas Jung, këto kontradikta janë shprehje e një dashurie që lëviz midis vetdijes dhe nënvetdijes, midis dëshirës për afërsi dhe frikës nga cenueshmëria. Nëse mëson t'i njohësh dhe t'i kuptosh këto sinjale, do të arrish të shohësh për te i dukshmes dhe të zbulosh një ndjenjë të vërtetë e të thellë, që tregon se zemra e tij vërtet po të kërkon edhe kur sjellja e tij mund të tregojë të kundërtën. Përfundim. Në fund, psikologjia mashkullore sipas Carl Jung na tregon se ajo që në pamje të parë duket si konfuzion, indiferencë ose distancë, shpesh është shprehje e një dashurie të thellë që manifestohet në mënyrë të hollë. Çdo gest kontradiktor, çdo detaj i kujtuar, çdo reagim i papritur dhe çdo përpjekje diskrete për t'u afruar janë shenja të sigurta që një burr është i dashuruar edhe nëse sjellja e tij e jashtme duket ndryshe. Jung na kujton se dashuria e vërtet nuk shfaqet gjithmonë me fjalë të mëdha ose gjeste dramatike. Shpesh ajo shprehet në heshtje dhe me qëndrueshmëri, e udhëhequr nga nënvetdia dhe dëshira e sinqertë për lidhje. Kontradiktat e dukshme në sjelljen e tij nuk do të thonë se ai po luan me ndjenjat e tua ose po të injoron. Ato pasqyrojnë konfliktin e brendshëm midis emocioneve të tij të thella dhe frikërave, midis hijes së tij dhe personës së tij. Një burr i dashuruar lufton me ndjeshmërinë e tij, me nevojën për t'u mbrojtur dhe njëkohësisht me dëshirën për të qenë pranë teje. Çdo tërheqje, çdo heshtje, çdo gjest i papritur është pjesë e një procesi të brendshëm, në të cilin ai përpiqet të balancojë këto kundërshti duke ruajtur lidhjen me ty. Kur e kuptojmë këtë dinamik, mund ta interpretojmë më qartë sjelljen e tij, pa u ndikuar nga pasiguritë apo supozimet e gabuara. Kjo vetdije na mëson të njohim dhe të vlerësojmë dashurinë e vërtetë përtej asaj që shihet. Jung na fton të shohim tërësinë, të lexojmë mes rreshtave dhe të kuptojmë se dashuria e sinqertë jeton në qëndrueshmërinë e qetë, në detaje që duken të parëndësishme, por që zbulojnë përkushtim të thellë emocional. Një mesazh i papritur, një gjest i vogël kujdesi, një pranim diskrete, të gjitha këto janë pjesë e një gjuhë dashurie që shkon përtej fjalëve. Një gjuhë që mund të kuptohet vetëm me vëmendje dhe ndjeshmëri. Kjo kuptim na jep forcë emocionale dhe qartësi. Të dish se distanca e dukshme mund të jetë shenjë dashurie na ndihmon të mos gjykojmë situatat në mënyrë sipërfaqësore, por të njohim thelbin e ndjenjave të tij. Na lejon të dallojmë ata që ndjejnë vërtet nga ata që vetëm shtiren dhe na mëson të pranojmë dashurinë e vërtet me vetdije dhe mirënjohje. Për më tepër, kjo dije ndihmon në ndërtimin e marrëdhënieve më të balancuara, ku afeksioni njihet në të gjitha format e tij, jo vetëm në atë që është menjëherë e dukshme. Në përmbledhje, sipas Jung, dashuria e vërtetë e një burri reflektohet në kombinimin e gjesteve të tij kontradiktore, kujdesit ndaj detajeve të vogla, reagimeve të papritura emocionale dhe përpjekjeve të qeta për t'u afruar me ty. Edhe nëse sjellja e tij e jashtme mund të duket e paqartë, pas çdo veprimi të tij qëndron një mesazh i qartë. Ai të kërkon, të vlerëson dhe është i dashuruar me ty. Kushto që mëson t'i interpretoj këto shenja nga perspektiva e psikologjisë së thellë, mund ta shohë realitetin përtej sipërfaqes, ta kuptoj zemrën e tij dhe të kuptoj se dashuria e vërtet nuk shpallet me zë të lartë, por jetohet në heshtje, me qëndrueshmëri dhe me forcë. Prandaj herën tjetër që vëren distancën, heshtjen ose gjestet e dy kuptimta të tij, kujto të shikosh më thellë. Vëzhgo modelet e tij, detajet e vogla, përpjekjet e qeta dhe reagimet e tij. Aty do të gjesh provën e një dashurie të thellë e të vërtetë, një dashuri që ndonse e qetë, flet më fort se çdo fjalë. Forca e vërtetë për ta njohur këtë dashuri qëndron në aftësinë për ta kuptuar, vlerësuar dhe për ta pranuar me qartësinë emocionale që vetëm psikologjia e thellë e Jung mund të na japë.